Banorët e Tregjasit në protest për plasje me policin. Forcat të shumta policie sot në fshatin Tregjas. Në orët e para të ditës së sotme në fshatin Tregjas kanë mbritur forcat të shumta të policisë, të cilat me mjete të rënda tip fadron kanë ndërhyrë përprishjen e një stacioni të pompave të ujit, i cili shërbente për të furnizuar me ujë bazën e Pashalimanit. Po ashtu janë prishur edhe disa tubacione të tjera që i shërbejnë për furnizim me ujë banorëve të fshatit. Kjo ka bërë që banorët të mblidhen dhe të protestojnë duke kundërshtuar me forcë policin. Kujtojmë se para pak ditësh, banorët e fshatit Tregjas kanë kundërshtuar duke protestuar që ujin e burimit të këtij fshati ta marrin dhe të furnizojnë zonat e Bregdetit të Dërmiut. Përplasja e banorëve me policin vijon. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.